Pra miqtë e mi të dashur, siç ju thash më herët, që në kuadër të festave të fundvitit apo më saktësisht të Krishtlindjeve, une sot në studio e kam Faton Berishën, pastor tek Bashkësia Ungjillore Fitoria ose Victory. Faton, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se gjatëm. Atë kom që herët a që është i kështu zakonisht? Ja, zakonisht jemi i tashmë i hershëm, po zakonisht i hershëm. Ani mirë shumë. Qysh je Faton? Mirë në përgjithësi po kalojmë ju. Qysh po shkojnë punta, jeni mira, çka po bëni, çka po vynia? Sot me punë si zakonisht përditshme, muaj dhjetor normal si krejt. Po, muaj dhjetor si krejt, e vërtet, është muaj i festave, muaj mi bukur është, me këto drita, me gjona, është i lezetshëm është. I lezetshëm, po njerëzit zonë poshtë në se cili të vrapu, po ka bukurinë e vet. Po veç me pas me na radhë do dollar për i qiellit, diçka i shkon edhe më mirë. Gjot, pastaj janori pe bën pak më qetëse. Janori për tokë krejt. Për tokë. Faton, mirë se erdhe, edhe po du me ditë për të gjithë ata që na përcjellin, realisht na kemi dëgjues e shikues anën banë botës, kudo që janë. Ishtash dhe Labinot Isufi për na përshëndet. Përshëndetje Gjakova ime, ju përshëndes gjithë urime festat e fundvitit, paqit fat, shëndet, lumturi, përshëndetje nga Brukseli. Domethënë kemi Belgjikën, Gjermaninë, Zvicrën, Hollandën, Norvegjin, Suedin, Danimarkën, këtë full kemi shqiptar gjithandej. Do më ditë si fillim tregona shkurt, çka është Bashkësia Ungjillore Fitoria, Victory, dhe cili është misioni i saj në Kosovë? Apo në Gjakov më saktë. Faleminderit për këtë mundësi që jemi këtë mëngjes së bashku. I përshëndesim edhe gjithë diasporën pranishmit këtu në Kosovë, në Gjakov, gjithë ata që zgjohen me këtë mëngjes me Top Radio. Dhe është kënaqësi. Po ne ungjillorët po mendojmë çdo ditë më tepër ta shpallim edhe të popullit të jetë i njohur për ta ditur se me të vërtet kush janë ungjillorët, sepse ende nuk është aq e njohur. Nganjëherë po bën mundësia për këto festa ose për Krishtlindje, por në fakt ungjillorët janë aktiv në këtë Kosovë dhe në Gjakovë, dhe unë si pastor i Bashkisë Ungjillore Fitoria, domethënë pastor i një bashkie lokale, ka dhe shumë bashki tjera ungjillore në Kosovë dhe në Gjakovë. Pra misioni jonë është që të shpallim ungjillin, të vërtetën edhe t'ju tregojmë njerëzve se çka besojnë ungjillorët, se si kanë lindur ungjillorët, domethënë në historinë e Kosovës, ndoshta edhe matutjen në Evropë dhe në krejt botën. Mirë, po më intereson si erdhët ju personalisht në rrugën e shërbesës pastorale dhe çka ju motivoi Faton me vazhdu për këtë thirrje? Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe interesante edhe për shikuesit e dëgjuesit për të ditur. Në fakt ka qenë vitin 1991. Ne jemi gjenerata e parë e ungjillorëve që jemi ardhur në Gjakovë, ishim me disa miq. Edhe në atë kohë ndoshta në gjithë Gjakovën ishim 2-3 besimtarë ungjillorë. Edhe në fakt një mik i imi më ka tregu për këtë besim. Edhe në fillim e kum pas një konceptim shumë të gabuar, sepse kisha frikë se mos mund të jetë ndonjë sekt ose diçka e re, sepse nuk kishim as informacion në Kosovë dhe për historinë e ungjillorëve në aspektin global, botror, por edhe ato lokal dhe kombëtar. E kemi një histori shumë të pasur, por nuk kishim informacion të saktë. Po normal se vitet 90 avesh ne kemi qenë një të punë të bënë. Po informacioni vështirë ka depërdu, jo si tash është gjithë ka me rrjete sociale me. Në fakt dëshira si iri, më kujtohet në shkollë mesme, këtu në qytet dëshira ka qenë e madhe me besu Zotin, me ditë se kush është Zoti, çysh duhet me besu njëri, çysh me pas marrëdhënie të mirë me Zotin. Edhe komendu disa në aspektet të ndryshme fetare, por më kujtohet si sot ajo ditë kur ky miku im më dha një Bibël në gjuhën shqipe, dhe në atë kohë nuk ishin shumë të përkthyera, dhe e mora atë ditë vitit 91 kam lexuar dikun për 6 orë për herë të parë një time që kam lexuar një libër kaq shumë. Po. Edhe aty e poshtë një realitet në historinë të vërtet se si njëri mund të afrohet Perëndis, por ishte Bibla në gjuhën shqipe që më boni të kuptoj që si unë duhet të besoj mënyrën dhe se si Perëndia ka mëshirë ndaj njerëzve, ndaj mëkatarëve, se si mund të kthejmë. Ato ishin momentet
që unë vendosa me besu në Zotin, vetëm në Jezusin edhe në Biblën. Interesant. A mendon që faton çfarë roli mendon se ka sot në shoqëri besimi, edhe për faktin se shoqëria po përballet shumë me stres, me pasiguri, me ndarje të ndryshme, a ka rol të veçantë besimi në shoqërinë tonë? Por çdo ditë më tepër, rëndësia e besimit dhe e ndryshimit është shumë e nevojshme, sepse bota po kalon nëpër një tranzicion, nëpër një ndryshim të shpejtë, ku njeriu është duke u shkatruar nga brendësia e tij çdo ditë më tepër. Pra ballafaqimi me shumë probleme nuk është mungesa me thonë është mjete financiare, por mungesa e paqes edhe qetësisë shpirtërore. Njerëzit çdo ditë më tepër po i sheh këto probleme vështirësi brenda në familje, në shoqëri, në shkolla, në komunitet, çdo ditë ballafaqohesh me një agresivitet të madh njerëzor, edhe një pakënaqësi e njeriu pa marrë parasysh se si ka standardin ekonomik të mirë apo të keq, është një parati e mbrëmshme. Për këto ne kemi një mesazh që Jezusi fjalën parë mas ringjalljes ju thot njerëzve, paqja qoftë me ju. Pra kjo paqe që njerëzit kanë nevojë është me të vërtet mund ta gjejnë edhe në besim në Jezusin. Domethënë njerëz mendoni që i afrohen besimit nga nevoja shpirtërore apo nga tradita? Nevoja shpirtërore është bazë e shnosh. Në fakt tradita ndoshta nuk të jep atë përgjigjen, më shumë se sa nga nevoja shpirtërore dhe kërkimi derisa e gjen vërtetën. Çfarë ta mërmendja, a mundet mi ndihmu kisha ungjillore, njerëzit të cilët janë zhgënjur nga jeta apo janë të humbur? Patjetër, ungjillorët nuk predikojnë fe, as nuk bëjmë konkurrencë fetare, sepse ne besojmë në historinë para 2000 vjeçare që ka ndodhur kur ka ardhur Jezusi, nuk ka predikuar fe. Pra, edhe ungjillorët predikojnë paqen, dashurinë dhe shpëtimin ndër njerëzor. Të gjithë njerëzit pa asnjë dallim çfarë do propavije që mund të ketë, dhe këto po mundohem që të ungjillorët ta shpallim edhe në Kosovë, ta njohin edhe njerëzit në Gjakov që ne nuk predikojmë fe, ne predikojmë atë nevojë njerëzore që njerëzit e kanë brenda dhe që përmbushet me besim në Jezusin. Kur flasim për Jezusin, nuk po flasim për një njerëz fetar, një udhëheq fetar, as një person që ka kriju fe. Pra, ekziston një periudhë kur nuk kanë ekzistuar fe, Jezusi ka ardhur dhe ju ka përgjigj të gjithë njerëzve. Nëse ne shohim historinë të verbërve, të skamnorëve, njerëzit që ishin nevojë nga më të ndryshme, ka shku afër tyre dhe i ka dhënë ndihmën e nevojshme shpirtërore edhe fizike. Pra, pa pyet se kush janë ata dhe çfarë propavije kanë. Ky është edhe misioni ungjillor. Pra, bashkia ungjillore mund të ndihmojë shumë njerëz që mund të kenë ashta probleme ose vështirësi nga më të ndryshme. Po më intereson mësimet që ju jepni, ju marrni edhe orë aty ligjërata për fëmijë, për apo. Po, vërtet. Sa është e rëndësishme familja në ligjëratat e juaja dhe çfarë këshilla i jap çifteve apo prindve, sidomos prindve të ri sot? Po. Në bazën e besimit ungjillor qëndron në Zoti edhe familja. Po. Tash familja prishet ose shkatërrohet, dantohet për shkak mungesës e besimit në Zotin. Kjo është pasojë shkak. Për shkak kësaj mungesë ose largimit të besimit në Perëndinë e Zotin, atëherë krijon edhe këto problemet, sigurisht sot që kemi ndarje të mëdha, divorce, fëmijë që mesin në pozita shumë të vështira, masaj një moshë e rrezikshme e tinejgjerëve kur ata vetëm për arrin moshën mbi 15, domethënë nuk është marrë raporti sikur ka qenë dikur prind fëmijë, është bosh shumë vështirë për të arritur vetëm një fëmijë sot në këto kushte ku ballafaqohet me drogën, donin, alkoolin, prostitucionin, me shumë sa të tjera, edhe momentalisht ai nëse zhytet në ato gjëra në moshën 30 vjeçare, është i argjum ose është i shkatrum ose mund të jetë edhe falëntim në praktikë të vdekjes. Shumë prind ne shohim se si ballafaqohen kur flasim me ta, njohim prind që çojnë për me pozitën e tyre që janë si familje ose fëmijët e tyre ku janë në nivel jo aq të kënaqshëm. Po them që është shkak pasojë mungesa e besimit ose ignoranca ndaj besimit i sjell edhe këto pasojë shtrëngullimin e familjes.
Definitivisht, po besoj që edhe po uroj që secila familje që të mos ketë asnjëherë kësaj lloj probleme. Po faton, Kosova është shoqëni me shumë fe. Edhe fatmirësisht është një vend ku besimet të ndryshme kanë bashkëjetesë të mirë fetare. Po. Ç'është ndjeni ju në këtë mesin e shoqërisë, si komunitet, si Po edhe ne si ungjëllor në fakt kontribuojmë shumë në paqen edhe bashkëjetesën. Misioni jonë nuk është që ne të kundërshtojmë të tjerët, misioni jonë nuk është që të krijojmë konflikte me të tjerët, por nisemi nga baza e respektit për të gjithë njerëzit edhe në rankun të fetar të ndryshëm. Ajo çfarë ungjëllorët bëjnë, prezantojnë programin e besimit të tyre në një mënyrë asaj se çfarë thot Bibla. Në fakt edhe Jezusi asnjëherë nuk ka punë ndasi. As nuk ka predikuar ndasi, as nuk ka predikuar luftra, as nuk ka predikuar urrëtie. Mandja thot duaj të afrin tan, sikur vetëm, por thot duaj edhe armikun tan. Janë dy baza kryesore që ne jemi të thirrur në aspektin e biblik për mi dash njerëzit, edhe nëse ata kanë ndallime ose përcaktime të tjera. Nuk është kushti se në qoftë se ju nuk jeni sikur na, jeni armiq ton. Po, këtu nuk qëndron krishterizmi. Edhe në qoftë se dikush nuk beson ose nuk pajtohet, ne nuk e konsiderojmë sikur një armik. Është e drejta e njeriut me zgjedh çfarë ai dëshon në jetën e përditshme, në besimet që bota sot posedon nga më të ndryshmet, por ne pozicioni jonë është të predikojmë ungjillin dhe të tregojmë që Jezusi nuk është fetar, ai është për të gjithë. Domethënë, a ka dallim? A duhet me qenë patjetër njeri i mirë për me qenë besimtar, a mundet mos me qenë njeri i mirë me qenë besimtar? Mundet me qenë edhe kundërta se me qenë i keq edhe me ndryshu, por ka shumë dëshmi, njerëz që ne kemi edhe në Gjakov dëshmi, në momentet që njerëz kanë filluar me besu në Jezusin, ata nuk ju ndi as pak që e kanë ndryshu fen, as nuk kanë qenë të detyruar me ndryshu ose mu rikthy ose mu kthy në diçka tjetër, sepse kjo nuk e bën njerin më të mirë. Pra ata kanë pas një përjetim në besim në Jezusin, në aspektin e marrëdhënieve njerëzore, edhe besimit në Zot, edhe jeta atyre ka ndryshuar. Kemi shumë dëshmi në Gjakovë që kanë pas një jetë katastrofë, që feja nuk ka pas mundësi, edukata fetare nuk ka pas mundësi me ndiku. Edhe ata kanë pranuar shpesh se ne dim që jemi mëkatar, ne dim që jemi të bëjmë gjërat e këqija, por nuk po mundemi me dal që ky mëkatar nga ajo situata. Kështu që kanë gjetë paqe dhe qetësinë në besim në Jezusin. Për shembull, Fidani thotë kam besim po s'kam kohë. Çka më bëj me to? Duhet me gjetë, duhet patjetër me jeta. Kjo është bota po kalon një kohë dinamike, gjithçka është busy këto ditë, por në fakt gjithsesi duhet me gjetë kohën me Domethënë besimi është vendim, nuk ka proces. Është vendim. Vendim. Që, e vërtet është vendim që merr në mënyrë personale. Vendim, Fidan. Mos u bën. Mos u bë djali keq. Mos u bë djali keq. Janë disa njerëz që thonë për shembull Zoti s'ka kohë për mua. Me thënë drejtën është e kundërta. Zoti në historinë e tij na gjithnjë e ka prit njeriu, edhe durimi i tij është shumë i madh, por njerëzit kanë krijuar një jetë dinamike për gjithçka, për çdo gjë njerëzit gjojnë kohë, vetëm për Zotin nuk gjojnë kohë. Gjojnë kohë me dal me shëtit, me pi kafe, për pushime, gjojnë kohë me nejt ka 7-8 orë në rrjetet sociale, minimalisht sot një ri 5 orë mas pak të i kalon në rrjetet sociale, por është shumë interesant se si arsytojnë njerëzit thonë nuk kemi kohë. Pra, ndoshta primare ne e zaventojmë me sekondare. Ne Zoti na ka dhënë jetën, marrim frymë çdo sekond, varrim prej tina, edhe në fundit njerëzit thonë nuk s'kemi kohë më marr me ato që na ka dhënë jetën, me ato që na lejon të jetojmë. Me Zotin kjo është me të vërtetë një fatkeqësi. Pikërisht, po më intereson gjatë takimeve që bëni me njerëz, gjatë shoqënia jonë po përballet me shumë probleme, me shumë stres, me shumë ankth. Apo janë këto pikat e ankesave të njerëzve, ankthi, stresi? Vërtet është kjo plotësisht njerëzit çdo ditë më tepër i shprehin, edhe pse në kulturën tonë e kanë pak vështirësi, edhe kur është situata keq në familje, kur i pyet njerëzit gjithë thonë po mirë mirë janë gjithë andaj është një si thonë në Shqipëri thonë është setra e mbulojnë, por ka njerëz që ne ulemi bisedojmë me ta, i kallzojnë realitetet edhe i mbajmë ato në mënyrë
në vetvete edhe shikojmë se si më ndihmu atyre. Si lloj psikologjie. Po, se si më konsultu me ta, edhe më ndihmu, ne lutemi me ta, mirëme me situatat e vështira që nuk kalohen ose te kalohen për një ditë, por për një kohë duke lutur, duke qëndruar afër, duke edukuar se cili është vullneti i Zotit mi kalu këto procedura. A ki pas ndaj momente në jetë që të ka sfidu me besim, që ka sfidu pak me besimin ton personal? Ndaj moment, caktum. Po, vërtet është ka shumë raste në jetë tash që kam mbi 30 dikon impon shumë i ri ku më kthyn besimin që kom njoft Jezusin dhe kom besu, dhe për gjatë rrugtimit shpesh bjen në atë situatë ku me vërtet i duhet mi thonë Zotit, Zot, a je asje kësajde. Pra është një realitet që ballafaqohem sikur ato rat kur dalin dhe mbyllin diellin dhe mendon që Zoti është të zhdu, por është një mendim që e kom pas në jetën time, se ndoshta ku e Zot në këtë situatë që po ballafaqona. Por në realitet pastaj e kom kuptuar që Zoti ka qenë edhe në ato situata të vështira. Do më thonë, të ka shku me edhe në herë me thonë më tërhek, melon, do më thonë nuk s'jomën e për këtë. Me orë den që atë pikë që më thonë për tërhishna. E vërtet është, jeta ka sfida edhe për ne si i ri besimtar që kem kthy në besim edhe kohën e hershme si emru dhe si pastor për këtë shërbes mi ballafaqu me shumë vështësi dhe bie në atë pozitë që ndoshta duket sikur një lodhje ose një vështësi, por e di se çdo moment Zoti më ka ndihmuar që të vazhdoj matutjen, se është edhe një vështësi e madhe kur ti mirësh me njerëz, është sikur tha më herët psikologu duhet të dëgjosh historitë të ndryshme, situata të rënda dhe nganjëherë duket sikur se ato të lodhin, por është një vend, një burim edhe në shtëpi kemi edhe në bashkësi e quajmë dhoma lutjes. Kur jemi në këto situata, shkojmë aty dhe lutemi, është vendi i burimit të forcës për të vazhduar matutje. Për të vazhduar matutje. E patëm kështu Merita, Mërturi Florin Mërturi. Mirëmëngjes staf ju i roj gëzime në këto festa, ty edi edhe drejtori Angeli që ka ardhur në vizitë në Gjermani te Nipi. Ju përshëndes Florime. Faleminderit për shëndetje. Për konda fjala. I përshëndes Florin edhe Angelin gjithë. Gjithashtu e kemi edhe një përshëndetje, na thot ta shohim. Mirëmëngjes Edi, faleminderit për pozitivitetin ju prift të mbara Shqipja. Faleminderit shumë Shqipe dhe na ka dërguar këto lule që i qesim dalje atje. Faleminderit shumë Shqipe, u gëzofsh. Edhe gjithashtu e kemi ta shohësh pak. Mirëmëngjes Edi, mirëmëngjes Gjakovi, përshëndes juve dhe pastorin Faton. Na thot jeton Rrogova. Përshëndetje Erton, faleminderit jeton. Edhe Edi, faleminderit ty dhe gjithë ekipit që na ndriçoni mëngjesin. Edhe më shumë përshëndetje nga Belgjika, Ardian Tetrica me familje. Edi Keç. Faleminderit shumë Ardian. Faleminderit shumë. Pastor, po më intereson, jemi në prag të Krishtlindjeve. Po. Çka nën kupton kjo festë për juve, kjo ditë, çka kishit më fol tash pak për Krishtlindjet. Për Krishtlindjet. Është ditë e shënuar, edhe ne edhe mbrëmë kishim një festim në Pallatin e Kulturës me mesazhin kryesor për ta bërë të njohur dhe për t'i treguar kombit ton, vendit ton që Jezusi nuk është fetar dhe Jezusi nuk ka ardhur vetëm për disa të zgjedhur ose disa të caktuar. Ky është mesazhi kryesor që ne po mundohem t'i tregojmë. Ai ka ardhur në këtë botë si drita, shpresa, jeta për të gjithë njerëzit. Edhe çfarë ka predikuar Jezusi para 2000 vitesh, ne predikojmë sot që nuk bën dallime, pra ne nuk kemi të drejtë as të përvetsojmë, as të përcaktojmë se në këtë mënyrë për shembull Jezusi është vetëm për neve ose për një fe të caktuar, ose të thojmë është për ata dhe nuk është për këta. Është i gjithëve. I gjithëve. Kjo është Jezusi është universal, ka ardhur për të gjithë njerëzit dhe nuk ka kriju as nuk ka prunë ndonjë fe të re. Nganjëherë ne keq kuptojmë. Pra kuptimi Jezus duhet që ta zbërthej edhe këtë emri. Jezus nuk ka i lidhur me fe, nuk ka të bëjë kurrë me çështje fetare, por në hebraisht është Jeshua, që përkthehet Perëndia shpëton. Pra ky është emri i Jezusit. E ka këtë kuptim. Po, domethënë Perëndia shpëton, nuk është një kuptim fetar dhe fjala Krisht
edhe rrjedh nga greqishtja Kristos, që ka edhe kjo një kuptim që do të thotë i vajosur, i zgjedhur i Perëndis për shpëtimin e kombeve. Pra, është nuk ka një emër fetar, është një emër i përgjithshëm. E një emër i veçantë për Krishtlindje që është dhënë quhet emri Emanuel, thirret, pra Perëndia bashkë me ne. Kjo është Krishtlindja që ne festojmë ardhmën e Jezusit si dritë shpëtim dhe udhëheqje drejt vullnetit të Perëndis. Pra, me një fjalë më mund të themi që është ndërhyrja e Perëndis për njerëzimin derisa ai ka dërguar Jezusin. Arbeni prej Finlandës, mirëmëngjesi, po na thot mirëmëngjes Arben. Mirëmëngjes. Çfarë dallimi ka po predikimi ungjëllor me atë të predikimit katolik? A dallojnë apo çfarë dallimi ka? Apo janë njëjtë? Jo, ka dallime sepse ne ungjëllorët besojmë në Bibël, besojmë në Jezusin, besojmë në shpëtimin që quhet nëpërmjet hirit, pra nëpërmjet hirit të Perëndis. Nëse një njeri beson në Jezusin, ai rilind. Ne besojmë në rilindjen shpirtërore. Pra, nuk është liturgjia, nuk është ato gjonat që njeriu detyrohet për mi bë veprat për t'u afruar Perëndis, por është thjesht mëshira e Perëndis ndaj njerëzve, si të gjithë janë mëkatar, edhe në këtë mënyrë njerëzit shpëtohen. Pra, dallimi i predikimit ka një dallim të madh, në fakt sepse ne predikojmë besimin vetëm në Jezusin, vetëm Jezusi mund të shpëtoj, dhe kjo ka ardhur që nga fillimi, domthonë para 2000 vjetëve, në shekullin 15 ka ndodhur një revolucion gjermani nëpërmjet Martin Lutherit, dhe ai ka thonë që njerëzit duhet ta kenë Biblën në gjuhën shqipe, të gjithë, jo vetëm në latinisht, ka kenë të drejtën çdo person ta lexon, edhe ka predikuar që vetëm nëpërmjet hirit, nëpërmjet mëshirës, nëpërmjet Jezusit njerëzit shpëtohen. Dhe kjo është rruga që ne vazhdojmë. Po besoj Arben e morë përgjigjen që e kërkove. Balon Dedaj nga Gjakova po thot përshëndetje Edi, dankëshën, bitëshën balon, bitëshën. Pastor, unë e di që punë të mbarë shtapit dhuri me festat fund vitit gëzuar, na thot Nergjivane Arllati. Faleminderit shumë Nergjivane. Gjithashtu dhe kujtesa Luzha, përshëndetje stafit dhe juve Edi, gjithashtu dhe musafiri, respekt për Gjakovën. Faleminderit shumë kujtes, faleminderit shumë kujtes. Pastor, po më intereson është lutja bisedë apo kërkesë? Lutja është bisedë, edhe duhet jetë bisedë spontane. Lutje tradicionale ose të krijuar me të përditshme ose si rutinë e përhershme, në farë mënyrë duket diçka ndryshe nga ajo spontane. Është bisedë, njëri mund të bisedon me Zotin në lutje, në dhomën e tij, kudo që të jetë, domthonë duhet të jetë në mënyrë spontane. Ato çfarë ka në zemër, njeriu t'ia thotë Perëndis, sikur fëmia që është pa me bashkë bisedu me Perëndin. Sikur një fëmijë që nuk ka kurrë kompleksi me prindin e vet. Edhe po më duhet e di që edhe ju e keni kohën e juaj edhe na kemi kohën tonë, po du me ditë për fund çfarë fjale shpresa apo çfarë fjalie shprese do t'ja lëni dikujt sot që po na ndjek nga ekrani apo nga radio apo nga televizioni apo kudo që është apo në shtëpinë e vet, i cili po kalon një periudhë të vështirë. Ne ashtu na pa për momentin. Edhe s'ka as kohë, as mundësi me ardhas. Çka do t'i lehet diçka një fjalë shpresë ose një porosi shpresë? Ndoshta mund të themi edhe në lidhur me këto që biseduam deri tani, e rëndësishme është koha njeriu të vendosë Zotin primar. Edhe gjithë ata që na shikojnë, na dëgjojnë, ne i këshillojmë që të vendosin Zotin primar, sepse gjonat sekundare të përditshme çdo ditë më tepër mund të na japin edhe një stres edhe të na vendosin në një situatë rutinë, është rivaliteti, urrejtja, që konkurenca mes njerëzve, edhe këto të gjitha sjellin pasoja. Pse e ka shtëpinë e madhe, duhet të luftoj edhe unë ta baja, ka një makinë më të mirë, edhe unë duhet të luftoj. Njerëzit detyrohen me bë gjona nga matekësiat për marrë në pozitë, për ta pasur një konkurrencë me njerëzit të tjerë. Prandaj edhe janë pasojat gjitha shpirtërore edhe fizike, sepse njerëzit detyrohen shumë gjona të këqija për të arritur që unë të kemi jetën më të mirë sa i tjetër. Pra ne duhet pajtohemi, unë kisha dhënë edhe këtë mesazh, ne duhet pajtohemi me ato që kemi, me aq sa kemi, të gëzohemi edhe ta falenderojmë Zotin në rënd parë çdo mëngjes që ne ngrihemi shëndosh e mirë, sepse
jeta nuk ka fund, edhe ai që ka Na e miliona. bëjmë çdo ditë e bëjmë këto, çdo ditë e falenderojmë Zotin edhe për një mundësi të mirë që na jep çdo ditë. Se ka njerëz që janë edhe në Hollywood që kanë shifra të mëdha nëpër bonga, por kanë shqetësime më të mëdha ndoshta se një njerëz që jeton me 50 euro ose me 100 euro në jetë. Që mesazhi jonë është, unë kisha lutur të gjithë njerëzve ta marrin Biblën, ta lexojnë. Bibla nuk është një libër fetar, as nuk duhet të lejojmë njerëzit ta konceptojnë se ky libër është fetar, është për të gjithë njerëzit. Të besojnë Jezusin, sepse Jezusi nuk është fetar, as nuk kërkon me ndryshu emën, as nuk kërkon me ndryshu fe. Thjesht e pranon dhe beson ashtu sikur thotë fjala e Perëndisë, dhe pastaj është që njeriu ka mundësi me ndryshu. Pse ne Jezusi mund t'ju ndihmojë këtyre njerëzve, sepse ajo është i gjallë, dhe çdo njeri që mund të ndodhet një situatë e vështirë, edhe këto momente, edhe këtë mëngjes, thjesht në domën e tij ta kërkojë jo në mënyrë fetare, i thotë Jezus më ndihmo, edhe ka mundësi që Zoti të shfaqet. Petrit Hoxha më thotë mirëmëngjes, jeti uri me festat. Edhe për thot fatonin e kom pas shumë jaran, po se kom pa ma ti ku pipim një kafe dillën bashk. Faleminderit. Petriti është Norvegji. Patjetër kur t'jeni këtu ndoshta jeni ardhur tash në këtë fund vit, po pas ka më ardh dillën Petriti, kështu që Petrit presi me pi kafe krejt bashk. Po na kundon ose Edin ose mua dhe mirë. Jaran e kom pas po thot fatonin. Faleminderit shumë që erdhe. Shumë faleminderit edhe juve. Me festat gëzuar edhe pashit veç gëzime të mira. Sukses të gjitha të mira. Shumë faleminderit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.